Vendgrumbullimi mbetjeve urbane të Vlorës po kapsulohet. Fusha në lagjen 24 maj që prej 3 vitesh ka qenë një minë me sahat për shkak se shpeshherë është përfshirë nga flakët, është mbyllur për grumbullimin e mbetjeve urbane. Por ditët e fundit ka patur disa raste të prezencës të tymit në këtë fushë, si pasojë e zjarreve që mund të shkaktohen në vatra të ndryshme të mbeturinave, dhe Bashkia e Vlorës ka angazhuar gjatë kësaj teinte disa mjete të rënda që po punojnë për kapsulimin e fushës. Tashmë që depozitimi dhe përpunimi mbetjeve urbane të qytetit është duke u kryer në landfillin e Sherishtës, fusha në lagjen 24 maj është e mbyllur, por deri në pastrimin përfundimtar të saj, nga mbetjet që janë grumbulluar aty prej 30 vitesh, kjo fushë do të mbetet problematike, përderisa tonelata të tëra me mbeturina janë të depozituara aty. Mjetet e rënda të Bashkisë së Vlorës po punojnë intensivisht për të mundësuar kapsulimin e fushës së grumbullimit të mbetjeve urbane të qytetit. Sikundër po ndiqni nga pamjet e filmuara këtë teinte nga televizioni 6+1 Vlora, po punohet me ritme dhe në të gjithë territorin e kësaj fushe. Sipas Bashkisë së Vlorës, nuk depozitojnë më mbeturina dhe ajo është e mbyllur për depozitimin e tyre, pasi vendi ku mbeturinat e qytetit shkojnë tashmë është landfilli i Sherishtës. Kapsulimi i fushës do të mundësoj mbylljen e saj përfundimtare, por pritet që të zhvillohet një tjetër projekt shumë i rëndësishëm, ai i cili do të bëjë të mundur riabilitimin e zonës në fushën e lagjes 24 maj. Projekti që do të zhvillohet në bashkëpunim me qeverinë gjermane do të mundësojë largimin përfundimtar të mbeturinave depozituara prej 30 vitesh në këtë territor. Kjo zonë pritet të kthehet në një ambient të gjelbëruar, por derisa ky projekt të vendoset në zbatim, do duhet tashmë që kjo fushë të qëndrojë e mbyllur dhe nën kontrollin e Bashkisë së Vlorës për të mos u përfshirë nga zjarret. Megjithatë, kapsulimi i kësaj fushe do të bëjë të mundur mbylljen përfundimtare, si dhe largimin e rrezikut nga zjarret.